Xhamot, vllazni të nderuar, në çështjen e terminologjisë, istikfarit, në çështjen e terminologjisë, salavatit, në çështjen e terminologjisë shahadetit, unë kam dëgjuar me vesh se në xhamatet e tona ka boshllëqe aq të rrezikshme, sa që njëri prej neve kur don me afru te Allahu xhelle xhelalu me një fjalë prej ktive, largohet te Allahu sa qilla ato, largohet prej Allahut sa është qilla të larg prej tokës. Ja disa shembuj për shembull. Kemi ndëgjuar prej njerëzve në kalim apo tunejt me zlis, se njëri prej neve don me afru te Allahu me zikr. Në përmend mës emnit Allahu xhelle xhelalu të madh. Edhe thot ai kështu: La ilaha. Kanë fjalë dëgjume, jo me vesh jo kështu. Ki njeri, çka ka bon ki? Me vetën. Ki e din se ka thonë la ilaha illa Allah, shahadetin e ka pru. A me pru shahadetin shpesh, do me thonë me ripërtri besimin tanti. Në vend se ki njeri këtë pun me bo, pse nuk din, edhe nuk ndëgjon, edhe nuk pyet, edhe nuk mëson, dhe la ilaha, s'ka zot. Qiki, a u afrua, a u largu, qka u bo me këta? Thot Allahumma salli ala. E tone? Allahumma salli ala tone? Ki njeri e din se pejgamberit ton alayhi salatu wassalam i ka qu një salat edhe një selam. Ki e dini shka ka bo? Ki e ka bo një kurgjon xhamatin ndershëm. E ka bo një kurgjon. Ka thonë ki, o zot qoja. E shka me i qu? O zot, shka me i qu? Nona e ka pregadit një kurgjon heq, edhe gjallin e ka therë të dhome e kuzhinës, i ka thonë hajde, qojav. Do me thonë bukën fush gjinve. Shka me ju qu, qojav, shka me ju qu. Duhet me i dhonë di shka ndorë, duhet me i dorzu di shka ndorë. Njoni e ka po një jetë mi aqu një edhi e shoqit vetë, qetërit i ka thonë, mere qoja. E shka me i qu pra, s'pa e ble gjo as servis as kur gjo s'pa e ble. Shka ti qoj? Këto gjismoka, këto qeraklëqe, këto ma pak se qeraklëqe, këto 1/4 e 1/4 në islam nuk bojnë gjo burat ndershëm. Këto nuk bojnë kështu, duhet me pas kujdes. Vetëm ditën e gjumo hoxha sa herë thot sallallahu alaihi wasallam, këta mo me pas bo për mensh, vetëm ditën e gjumo hoxha sa herë thot Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin. Tërë këtu si të vish, sa të dush e ke bo, po barëm Allahumma salli ala Muhammed, që në qësh lavë jam, s'ke bo gjo, Allahumma salli ala, që Allahumma salli ala. As nuk ndëgjën, do të thët, tani jetën 50 vite me radhë, nuk jenë kontakt me fjalit që folën në gjami, e atëherë pra, si me ndonë ti se, edhe kështu privat dë nisen, duhet me të ndëgju dikush kur të folësh, jo, këtë se ke ndëgju atë këtë gjims, atë qetërën gjims, atë qetërën gjims, atë qetërën gjims, ti me siguri edhe une, kemi ndoshta shumë laf, po kemi shumë gjimsa pra në këtë rast. Kemi shumë gjimsa, e prej shumë gjimsave nuk del gjon. Prej shumë gjimsave nuk del gjon. Kur qkojsh me ble bloka për shpijen, a i blen 5.000 gjimsa, a i blen 5.000 bloka. Kur qkojsh me ble trana dhe krena për shpijen, a i blen 100 gjimsa, apo i blen 100 krena. Kur qkojsh me ble setre në duqan, e blen një gjisëm setre në duqan, e blen një gjisë një setre. Kur qkojsh me ble këpuc në duqan, a i blen 2 gjimsa këpuce, a i blen 2 këpuc në duqan. Pse ato qerat kejtë cëlla, e këto terminologjien tonë me të cilën afromi të Allahu xhelle xhelalu, pse gjimsa këta?